Në kuadër të manifestimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar, sonte në Shkup do të shfaqet opera Skënderbeu e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit të Tiranës. Një ansambël prej rreth 200 artistësh, përfshirë orkestrën dhe korin, do të ngjiten në skenën e Teatrit të Operas dhe Baletit të Shkupit, ku ardashësit kanë shfaqur një interes të madh për ta parë këtë vepër që ka bërë jehon. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Komuna e Çajirit ka arritur që në kuadër të manifestimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë të sjellë në skenën e Shkupit operën e njohur Skënderbeu, shfaqja e dytë kjo pas premierës në Tiranë. Edhe institucione shqiptare si Teatri i Operas dhe Baletit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve si dhe Ambasada shqiptare në Shkup kanë ndihmuar që opera Skënderbeu të shfaqet në Shkup. Drejtori i Teatrit të Operas dhe Baletit, mjeshtri Zhani Ciko, thot se aje ka përjetuar me emocione ftesën për të paraqitur në Shkup, ku do të tregohen aftësitë e një ansambli prej 200 artistëve. Performojmë një opera e cila është shkruar vite më parë, po që në atë periudhë për shkak të koncepteve frenuese të kohës, të periudhës monizmit, nuk pati jehonën e dur. Pra ky Skënderbeu që erdhi në skenën shqiptare në këtë 100 vjetor, lullzoj, ndriti më shumë, nësa edhe të aftësisë të artistave, po artista Shqipëria ka pasur gjithmonë, me respektin më të madhe për ato që kanë interpretuar për të parë, po tashti është fryma e bashkëpunimit, ajo që e bën veprën edhe më të realizuar, është fryma e lirisë interpretimit të saj në pikpamje muzikore, në pikpamje skenike, figurative dhe gjithçka. I hope to do all of you honor and pleasure. Roy Stevens, i cili paraqitet në rolin kryesor atë të Skënderbeut, shpreh kënaqësi që do të interpretojë heroin kombëtar shqiptar. Ai është solisti i parë i huaj që do të interpretojë këtë rol në gjuhën shqipe. In the great words of Skënderbeu, lirin s'ju asolda unë, këtu lirin e gjeta. Quello che possa emozionare di quest'opera Është një gjë që të emocionon dhe ky është dimensioni evropian me gjithë kompleksitetet që sjell opera, thot regjisori Carlo Saletti. Artdashësit nga Shkupi dhe Maqedonia e mirëpresin operën e Skënderbeut me muzikë të kompozitorit Prenk Jakova, mbështetur tek shkrimet e Lazar Siliqit, duke ruajtur madje origjinalitetin nga vënia e parë në skenë në vitet 60 të shekullit kaluar. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.